Ardian, mirë se erdhe dhe faleminderit që jeni me dëgjuesit e Radio Kosovës. Faleminderit për ftesën në prag të ceremonisë finale të Kulstrofës, me pas mundësi edhe një herë me shpjegu për dëgjuesit e juaj se çka në të vërtet kemi përgatitur për këtë natë finale. Para se të flasim për natën finale, fillimisht Ardian që ta din dhe dëgjuesit, si lindi ideja dhe kur lindi ideja për ta organizuar Kulstrofën? Tu e pas parasysh që tash e 12 vjetë drejtoj gazetën online për arte dhe kulturë Kult Plus. Ne patëm fillu me publiku poezi të figurave të njohura shqiptare anë mban. Edhe kemi pa që është një interesim i jashtëzakonshëm i audiencës për leximin e poezive. Kish dilema atëherë që poezia po shkon duke u shu, edhe kisha se pikpyetje të mëdha, po te na u vërtetu ndryshe dhe e pam që ndoshta është koha për me nisë edhe një konkurs, duhet pas parasysh që është interesimi shumë i madh dhe do të thotë me pika të shkurta kjo ka qenë ne kemi provoku lexuesin na ka kthyr me shumë dashuri atë pjesën e publikimit poezive dhe kështu ndoshta ka rrjedhë edhe Kulstrofa. Po, çfarë bën Kulstrofën të veçantë në krahasim me vitin e kaluar? Çdo vit është një ngjyrë ndryshe për edicionit në edicionin tjetër, si vjet shënohet edicioni 8, është interesant që çdo prurje ka prek pjesë ndryshme gjeografike të pjesës rajonit, mund të them, pastaj edhe tu i përfshi edhe shtetet e Evropës që kemi diasporë të jashtëzakonshme në shtetet e ndryshme të Evropës dhe më gjerë. Dhe ndoshta kjo është ajo prurja, pastaj është edhe zbulimi ndonjëherë i emrave të rinj, është edhe rikthimi i emrave të mëdhenj, është një kombinim interesant, secili edicion e ka të veçantën, po ndoshta sonte pasi ti zbulojmë emrat, se tash jam e kufizuar pak, me zbulu pak ma shumë, po do të thotë edhe si vjetë kemi atë veçantin e saj. Për shembull vitin e kaluar kemi pas 10 finaliste gra. Kjo është interesant. Si vjetë kemi pak diçka më ndryshe, kështu që duhet me lënë deri në mbrëmje për me pa çka ndodh. Po mirë, Kulstrofën çka dallon edhe nga organizimet e tjera letrare në trevat shqipfolse? Se ju jeni gazetare prej vitesh që e keni përcjell kulturën dhe e dini se çka keni bërë më të veçantë në krahasim me organizimet e tjera? Më të veçantë është për faktin se ne ata prej gjithë atij numrit të aplikantëve që vijnë prej gjitha anëve, i përzgjedhëm 10 finalistët që do të jenë pjesë e ceremonisë kryesore. Është ajo mënyra që ofron me njëri tjetrin, se prej fillimit e ka pas qëllimin Kulstrofa me zbulu emra të rinj, po njëjtën kohë mos me u friksu edhe emrave të mëdhenj, edhe kjo ndoshta është ajo satisfaksioni që me një garë, me u barazu, me krijuesit shumë të treguar edhe me u zbulu një emër i ri. Kjo është njëra arsye pse e bën veçantë. Të dytën e kom kuptu shumë vonë çka e bën veçantë Kulstrofën. Unë kom mendu që gjitha konkurset që organizohen nëpër Shqipëri, Malzi, Kosovë janë me këtë format. Unë e kom marrë shumë të mirë qenë që në Kulstrofa aplikojnë 200-300 poezi, edhe kom mendu që gjitha konkurset kështu janë. Edhe antarët e juris në për vite më kanë shpjegu se antarët e juris një vit janë të te, një vit janë dika tjetër, më kanë tregu që Kulstrofa vazhdon me muajt atë primatin e prurjeve qaç mëdha, si vjeti kemi pas 151 aplikant zyrtar. Kur them zyrtar, ka pas pastaj prurje edhe pas afatit që i kemi caktu, pa ato nuk i kemi marrë parasysh, ndoshta kjo të bën edhe atë seriozitetin ton që secili beson në atë punën ton që i respektojmë rregullat ashtu që i kemi caktu. I kemi pas me i dërgu vetëm në email, mos me i përfshi rrjetet sociale, kanë ardhur shumë edhe në rrjetet sociale dhe ato nuk i kemi përfshi, për hir të asaj që kur e respekton dikush rregullat e një konkursi nuk mundesh me i ulë dhe me pranu edhe një poezi tjetër. Nëse ishëm shu edhe në ato numra, mbi 200 poezi kanë ardhur. Mbi 200 poezi. Ai ka përmbushur kriteret
juaja numri i këtyre aplikantëve? Unë jam e kënaqur për shtrirjen gjeografike, për emrat e treguar në letërsi, qoftë në Kosovë, Shqipëri, Malzi, Lugin, kemi deri prej Kanadas që kemi pranu poezi, edhe ajo që më gëzon shumë, këto ko me përmanë sonte edhe në ceremoni, është që ka raste që një vit e ke pas juri, një shkrimtar pas 2 viteve aplikon. Kjo për një organizator është shenja ma e mire besueshmërisë se ai e din që është mbranda. Edhe beson që nëse e ka poezinë e mirë, ajo poezi ka me ardhe dhe deri në finale, do të tregon fiks pastërtin organizimit të Kulstrofës, se ne krejt aplikimet i kemi dërgu pa emër edhe mbi emër të juria. Juria nuk e ka idenë asonte se kush janë 10 finalistët, ata kanë punu në prurje, në poezi, në ato çka i ka pëlqy, sonte kanë befazu bashkë me audiencën për me pa se kujtja ka nda vendin e parë, dytë dhe tretë, natyrisht edhe 7 të tjerëve se komplet djeqa është fituese se për 151 poezive me ndalë në djeqe edhe këta tjerët janë fitues të edicionit. Po, e cilat kanë qenë kriteret për zgjedhjen e poezive? Megjithëse kjo është punë e jurisë, por ju keni kontakt edhe me kriteret bazë kur kemi hap thirrjen kanë qenë që mos me qenë botume në asnjë format, qoftë në formatin fizik apo online, e kemi specifiku, jurisja kemi potencu këtë pjesë që duhet me pas kujdes edhe nëse për zgjedhjen me hulumtu, me pa që mos diçka, edhe të gjithë aplikant janë ndjeni për këtë çështje që unë uroj që për mos me ndodh diçka e pakëndshme, për mos me u thuj rregullat e konkursit. E pastaj shija e juris, ajo është diçka tjetër, se secili është i përgatitur në formën e vet letrare. Unë jam e kënaqur me jurin, e kemi si vjetdiet të mirin, profesoreshën e nderuar edhe që është një poete shumë e dashur në të gjitha pjesë, ka merr pjesë në aktivitetet letrare. Liridon Mulaj, një poet prozator shumë i njohur, dhe Ariola Zadrima që ka një poezi shumë veçantë, që të trej e kemi votu shumë shpesh edhe në Kult Plus. Jo me kënaqur për këtë përbërje, kam punu me shumë përkushtim, edhe sonte të thot kam vetë me vendos ajo qërshia mbi tort. Me qemit e juria, ju çdo vit keni juri të ndryshme dhe profesionale. Sa është e vështirë që ta përzgjedhni jurin nga ana juaj, por edhe nga ana e tyre që të pranojnë që të jenë pjesë e jurisë në Kulstrofa? Është kriju tashmë një traditë. 8 vjet nuk jam pak për me kriju raporte me letrarët nga viset të ndryshme. Pastaj nuk është vetëm Kulstrofa që na mban lidhur neve me këta autor, ne 365 vitit mbajmë kontakte ditore me njerëz të komunitetit artistik, duke përfshi këtu edhe shkrimtarët. Ndoshta kjo Kult Plusi ka këtë, nuk po them privilegjin, s'është privilegj, s'është punë që e mban tankohën të lidhur me audiencën, po e kemi ndoshta më të lehtë për me ju qas njerëzve profesionistë edhe që është natyrisht edhe ata me shumë kënaqësi, secili prej tyre na përgëzon për punën edhe mezi që kam prit me qenë pjesë e jurisë. Sonte pra, nga ora 19 organizohet ceremonia e ndarjes së çmimeve. Ka disa autor të cilët poet që unë i njoh dhe kanë konkurruar në Kulstrofën. Të gjithë më kanë pyetur se si do të jetë ceremonia e ndarjes së çmimeve. A mund na tregosh pak për vjedhjen e ceremonisë? 10 finalist tashmë janë ftu, ata e dinë që janë pjesë e përzgjedhur e jurisë profesionale, po është e hapur edhe për të tjerë që dëshirojnë me pa përsafërmi, me dëgju përsafërmi poezit fituese. Do të kjo është kanë me lexu secili poezinë e vet të 10 finalistët, pastaj ndohen mirënjohjet për 7 finalistët, edhe në fund bëhet ndarja e
vendit të tretë, të dytë, të parë. Ka edhe diçka shtesë aty, po mos ta zbulojmë krejt se le të mbetet për mbrëmje. Në rregull, Ardiana, sa gjeni përkrahje si media për kulturë nga institucionet e vendit? A jeni e kënaqur me mbështetjen që po e bëjnë për kulturën në përgjithësi? Unë tash shumë jetë kam mbështetës kryesor Ministrinë për Kulturë për mbrëmjen Kulstrofa, për konkursin e poezisë Kulstrofa, sikur që kom pas edhe për ta zbardhë fytyrën që është organizuar ndoshta s'ka 2 javë ose 3. Tash është problem për me gjetë kohën me këtë dinamik të fund vitit. Unë e kënaqur nuk është që me thoni e ki gjithë shka qartë me vlinë bugjetore deri në fund vitit edhe mos me pas dert se prap ka probleme që dalin vazhdimisht rrugës, po me gjitha atë është një mbështetje, fola mbramune me disa të Shqipërisë fiks për këtë çështje, edhe ata na pa neve me lakmi, me idenë se atje shumë ma problem do të sa i përket mbështetje, sidomos prej botimit librit e tutje. Është një mbështetje e mirë nga Ministria e Kulturës, kemi mbështetës edhe të sektorit privat, bizneset që e kanë mbështetë edhe ta zbardhë fytyrën edhe te Kulstrofa, kështu që të thotë jemi në përmbyllje të vitit edhe unë uroj vetëm me ushtus ma shumë mbështetja edhe sidomos për emrat e rinj që synojnë me ungjit në për projekte, me tregu atë kreativitetin e tyre, sepse ata që e kanë ndërtu rrugën natyrisht që duhet me mbështet se kur qëndron në këtë kaos, ndoshta me qëndru 12 vjet, 15 vjet me financa, pa financat e tregon seriozitetin tonë, po ka mundësi edhe për të rinjt, do të thotë që me i mbështet. Të flasim vetëm pak me qenë se jemi duke folur për konkursin Kulstrofa edhe për edicionin e radhës që patë ta zbardhi fytyrën. Edhe ai është një organizim që don mbështetje, që don shumë punë. Si u shkoi edicioni si vjetëm? Jam shumë e kënaqur, çdo vit ta zbardhi fytyrën është të e plotësuar, ndoshta prej vitit në vit atë magjin që kemi nis prej fillimit, 8 edicione për posa asaj pauzës botërore që ka ndodhur pandemia, do të thotë aty që kemi pauzu, pjesa tjetër ka shku për mrekulli edhe i kemi pas figurat më të mira, kemi figura sa të duash, po kemi pretendu mi pas figurat shumë të suksesshme që janë për skena botërore. Çdo vit nga një, edhe do një kohë, edhe do një përkushtim, edhe do një koordinim, edhe si vjetë kemi pas Blenard Aziza, një balerin koreograf të jashtëzakonshëm, edhe jam e lumtur për faktin se mas gjitha ati suksese deri në Meksike, në Hong Kong, e mos flasim për këtë pjesën e Evropës, Kult Plus ka arrit me sjell për herë të parë Blenardin në Kosovë, edhe kjo ndoshta e bën ato se edhe për neve ka me met kujtim i mirë, po edhe për Blenardin është një kujtim i jashtëzakonshëm, se e përjetoi shumë mirë mbrëmjen, e përjetoi shumë mirë dashnin e audiencës së Kosovës që me këtë audiencë dashurohet secili artist që vjen, edhe mirë ka shku mbështetje pashtu kom pas për Ministrisë së Kulturës, tash ajo si ka përfunduar, na më njëherë jemi në kërkim të figurës viti 2026, se është një projekt me shumë dinamike dhe që don shumë përkushtim. Do më thënë, nga tani ende pa përfunduar viti 2025, në ndoni përfund vitin e 2026. Nuk kurse do të me i zonë datat e artistëve të këtij formati për shkak se ata janë shumë të zonun edhe neve na duket një vit herët, po për ta është kalendari i mbushur ndoshta edhe për 2 vitet e ardhshme. Kështu që duhet me gjetë atë kohën shumë shpejt me konkretizu. Të përgëzoj për gjithë këtë punë, Ardiana, që sigurisht kënaqeni edhe ju vetë me produktin finalist, por edhe ne audienca kënaqemi sa arvim atje në Kult Plus me gjitha ato organizime që i bëni. Faleminderit. Sa të rëndësishme janë sipas jush iniciativa të tilla për zbulimin dhe afirmimin e zërave të rinj, qoftë në poezi, qoftë me qenë se ishim duke folur edhe për edicionin e radhës të ta zbardhi fytyrën.
Zbulimi i emrave të rinj ka qenë prioriteti jam I prej fillimit kur kom nis me gazetën online për art dhe kulturë Kul Plus. Pse them këtë se unë mbajnë me në rinin tam, gjithmonë ka qenë shumë ai muri I madh mes ta zëm në fushën e gazetarisë, unë gazetare kom punu ta njëtën, edhe kur e ke pa një gazetar me bagazh, u shkriju ai muri. Unë kom tentu me kultin me I rënu ato mure në mes gjeneratave, për faktin se kitë ri që të befason me kualitetin, me punën, me mënyrën, me kreativitetin, edhe jo gjithmonë ndoshta është ajo pjekuria profesionale për mes me I dhonë mundësi edhe një të riu që se ka bagazhin tënd. Edhe kjo më ka shty me mendu edhe në aspektin e kulstrofës, pa dash me I dëmtu, edhe jo me I dëmtu në asnjë mënyrë, po me I gërshetu të rinjt edhe brezat e tregum, se ndoshta në këtë formë edhe një I ri kur e takon fizikisht një poet, një poete të treguar ose një artist, ajo është një mundësi për me I hap dritaret për çatri edhe me I pa ëndrat shumë të qarta, e jo me atë distancën sikur se ka qenë, po mirë, nuk është vetëm te Kul Plusi, tash ka ndryshuar, do të thotë edhe ata me bagazh ndoshta po kanë dëshirë pak me urinu me këtë pjesën e kreative të rinjve, kështu që ky është qëllimi. Po. Sa reale mendon që është barazia në konkurse letrare? E përmenda më duket më herët që në kulstrofa poezit shkojnë pa emër edhe pa mbiemër. Tash në përgjithësi unë I kam ato rezervat e mia, ndoshta tu I pa ato rezerva, ekipi Kul Plusit nganjëherë më kritikon për atë mënyrën që më thonë që kërku nuk punohet bashkë në këtë mënyrë që don ti me punu. Po me të vërtetë unë kam dëshirë ajo që vjen te na, për ato e mnohet juria, për ato jurisja beson, është një honorar simbolik që e merr juria për atë punë, edhe pastaj çka mbetet ndoshta është të shija juris sa mundet me qenë me aplikant, me pritshmëritë e aplikantëve, po pjesa tjetër organizative unë mendoj që do duhej me punu me dur të pastra për me I dhonë mundësi si cili që ndronë, se imagjinoje si cili e qe konkursin e hup një kohë ullët me dërgu me përgjedh poezin edhe në fund ti me bot pa drejt me preferenca ajo është që nuk do duhe as me mendu, kështu që në anket formi me mundu shumë me qenë edhe e përmenda do të thotë me qenë juri edhe prap më kthy mas disa viteve me apliku, kjo e tregon që edin sa dur të lira I ka juria brenda kulstrofës për me I përzgjedh 10 finalistët. Ju merreni gjithë jetën me kulturën. Tashmë e keni mbjellur në farforme kulturën, artin edhe te fëmijët e tu. Pak më herët, në muajin tetor nëse s'gaboj, vajza juaj Ana Krasniqi mori 2 çmime prestigjioze në Itali. Si ndjeni për këtë? Vetëm 14 vjeçare është dhe gjithë këtë sukses. Ai emocion nuk e di, ja kam mëshu njëherë gjatë jetës se krejt punën që e kom bo, kom çmime edhe vetë personalisht edhe me punën që më kanë përgëzu njerëz të ndryshëm rreth kultit e organizimeve të tjera, po suksesi I fëmijës ish magjia ashtu, po më ka bu përshtypje që muj me thonë me 10 mesazhe që I ko marr prej njerëzve të komunitetit artistik, edhe më kanë thonë që universi ti ke bo për të tjerët, tash universi po e kthen te fëmia jot edhe mund me koincidu me një mesazh, po me marr 10 të tillë, ajo ke edhe shenja asaj që unë sa shumë kom bo për njerëzit që mirën me arte dhe kulturë dhe ndoshta, po nuk është ato pse kom bo për të tjerë, po unë I kom vajzat I kom mbajt shumë afër zhvillimeve kulturore, prej moshës vogël ato vazhdimisht kanë qenë me mu për pos angazhimeve të mia, do të thotë që me evente, po në anën tjetër edhe I kom përcjell vazhdimisht prej e madhja ka qenë 5 vjeçe, e vogla 3 vjeçe që I kom bart në për kore, në për balete, në për aktivitetet të ndryshme, edhe ajo Ana po
Po thot që unë i kom 10 vjetë karrierë. Në fakt ajo është 14 vjeqe, po pi referohet ati aktivitetit të vazhdueshëm që i kom bërë në për eventet të ndryshme. Na iku koha, për fund, cili është mesazhi juaj për artistët, për poetët, ju si gazetare dhe drejtoresh e një gazete për kultur online, sot si që është Kult Plus? Mesazhi e pash një foto të Gjudës, ndërtesës së Gjudës në Pej, që ministria po investon 5 milion, mbi 5 milion për ndërtimin e një qendre me kushte botrore. Edhe i shkruajta Driton Kukës edhe thash, a kini foto të atyre fillimeve, se mu isha me imaginu një koftor që është dikon aty edhe me kushte, sepse lidha me atë foto Dritonin s'pat koha dit me u marrë me foto, po tash imagjinoje në ato kushte ka nguxu me ndru. Dhe me qenë kampion botror. Duke qenë kampion, pastaj vjen investimi në një qendër të tillë mbi 5 milion euro. Qa deshta me ndërlidh me këto me guxu. Si cili duhet me guxu edhe me besu në ëndrën e vetë, se unë mendoj që ka pengesa në rrugë. Asnjëri prej neve nuk e kemi pas shtru me rrugën edhe me thonë ti e meriton këtu edhe kalo. Po kur beson në ato ëndra, si cilin pengesë ki me kalu edhe me mri suksesin cilin e mendon në rrethonat e Kosovës. Dhe për dëgjuesit, a keni ndonjë ftesë për sonte në Kult Plus, me qenë se do të shpallën fituesit e Kult Strofës? Ata që dojnë poezinë në ora 19 në Kult Plus Kafe Gallerit e Soliteri 3 në Ulpian, është një mbrëmje e vogël, një mbrëmje magjike, po që ofron poezit që i ka prek gjitha trojet shqiptare dhe poetët që vinë nga diaspora. Faleminderit vetë shumë. Faleminderit dhe ty Ardian, dhe shumë suksese dhe ju uroj të kaloni sa më mirë sonte në natën finale të Kult Strofës. Faleminderit shumë.